Nisa përpara këtë inqizimin e kësaj video, po e ndalova se më bëm telefonë dhe këtu jam prapë. Ai që desha të them është, po mendoja me veten time, një ditë mrekullueshme sot jashtë, po ta shikoni. Jashtë zakonisht ditë e mirë. Po mendoja me veten time, sa të ndërshëm jemi ne, sa të pastër jemi ne, sa të vërtet jemi ne. Edhe gjithë secili në këtë botë e mendon veten e tij njëri i pastër, njëri i ndershëm, njëri me virtute moralit lartë, ku do t'i unë, ose por jo të lik. E megjithatë, ky është opinioni jonë për veten, por jo i opinionit të tjerëve, dhe opinionet e tjerëve ndryshojnë. Dje për shembull, unë shkova në Maryland, edhe mora një mikën time, një gru gati e moshës ime, po gratë e moshës ime nga herë duken edhe më të moshumë se sa unë, po Almira ka emrin, Almira e them që ti ke emrin shqiptar, Almira ka, edhe shkova dhe pse mora, unë kam gull nga një 2-3 muaj që të shkoj ta marr në dita aty të shtëpia vet, edhe ta çoj për drejka, për darka, për me hongër në diçka në kazino, se unë kam njoftë të në kazino para një 10-15 vjetëve. Po cila është arsyeja që unë kërkoja me çdo kusht të shkoja të merja të shtëpia, edhe ajo mos vinte me makinën e vet. Ku është arsyeja? A jemi në njerëz të pastër? A jemi në njerëz të ndershëm? A jemi në të vërtetë edhe me veten tonë apo jo? Edhe natyrisht pra ne mendojmë që jemi, çdo gjë që bëjmë ka justifikim patjetër, edhe nëse nuk tingëllon tamam ashtu siç duhet, por si jemi ne tek të tjerët. Për shembull, unë Almirën, sikur se gjithë miqt e shokët e mi, e du dhe kam respekt për aq sa i takon. Ka karakteristikat të saj që si pëlqej fare, ka ca gjëra tjera që kemi kaluar një farë kohë, vazhdimisht jemi taku shpesh atje ku lozim slot machines, edhe jemi bën miq, se po është mik me një person, kur ke kontaktet vazhdueshme me të dhe ke një lloj raporti. Raportet ndryshojnë. Nuk ke të njëjtin raport me çdo lloj personi në botë. Edhe unë kam taku këto në kazinon që kam hedhë në gjyq, live casino. Edhe kur me përjashtu nga ajo kazina mu, që ka qenë diku nga marsi vitet 2022, pra i bjen afër 3 vjet, pak më shumë se 3 vjet. Më përjashtu me akuzën edhe pretendimin që unë kisha si thonë dëmtu, damage një mashinë, që ke si quhet, se dëmtu nuk më mirë që është fjalë për gjona të pashpirta bashkë, kur i kera për shkak me grysht, edhe ke qa një xhamo, ke qa diçka në makina. E nuk e gjej fjalën, po që kisha bot dëm atje, se nuk e di nëse është që kisha dëmtu një makinë. Kisha që bon dikur i gju makinës tjetër për shembull dhe me çekiç
edhe thy një gjama ku të dion. A është dëmtu kjo? Pse kam fillu të mos më tingëllojnë mirë fjalët, po t'jenë vërteta, ose të mos i gjetë vërtetet, po si të qoftë. Ajo makinë pati pas sa probleme rreth një javë para se ata të më akuzojnë, sa herë që loste kush në atë makinë, edhe kërkon të të printon të tiketën, leket që kishte mrena, makina kishte problem, duhet vinin ato mekanikët, ne i quajmë slatët tendën, ai mekanikus apostofat që hap makinat që merr futët të biletet të letrat që kur marrojnë në këtë diun, do vinin ato. Unë loza me këtë makinë, edhe loza nga të fundit ka qenë nata e diell edhe po gdhinte e hona, pra mjes nga ora 4 mjesit, s'ka pas shumë njerëz në kazino, edhe ato kur unë kërkova të printoj këtë biletën e që është kjo që quhet voucher, i themi ne, është një lloj resipte sa lekë mrena, edhe t'i shka pasaj edhe thyn ose që të kashier, edhe merr lek, po makina s'jep lek, makina t'jep një, ne qumë voucher, tiket, është një lloj resipte që printon, edhe kur unë kërkova të printoj, s'po më jep të erdhen këto dhe më akuzun mu që ti e ke dëmtu këtë makinë, you damage the machine, you broke it. Që nuk ishte ashtu, ose kështu mendoj unë, edhe nuk e pranova unë, edhe të nesëmen ato, kur erdha unë prap nesëmen dargët, edhe erdhen një dy security, një manager dhe security, edhe më thonë që ti William, se e kam bo emrin unë William Whitman, William Shakespeare and Walter Whitman, kam bashku dy njerëz të mëdhenj letrave për me kriju një emër, por gjithmonë miqve dhe shokëve i them Sami Gjoga. Po nëse vjen këta më thot Mr. Whitman a William e diçka tillë, a di pse ne jemi këtu, thash nuk e di dhe nuk më në punë. Jeni në biznesin e juaj, është kazina juaj, po ndoshta keni ardhur me më dhona një ofertë mirë. Tha kemi ardhur të tregojmë që kamera ka tërgu që ti e ke dëmtu makinën i kera me gësht, edhe duhet pagush $1.300, ose do t'ikesh, je person. Edhe unë po nisëm, kur po nisëm vjen kjo Almira, edhe Semi ku po shkon? Thashëm po më nxjerrin jashtë. Për çfarë tha ajo? Thashëm thonë që kam dëmtuar makinën që ka pas probleme. Edhe ajo u kthy nga zëzake. Semi has broken no machine, you liars. Dhe nëse sa harroj. Sami nuk e ka dëmtu makinën, makina ju i ka pas probleme që para një jave, ju e dini këta. Po nëse ato më përzunë, tashti, ku është më së leje që më desh më të marë Almajrën në Rom, që kam gull vazhdimisht, dhe shkoj të marrë të shtëpia e vetë, që themi që jo të gjithë ne të gjithë nuk kemi ashtu si që mendojmë që jemi, ne të gjithë mendojmë vetën shumë të pastër, shumë ndershëm, shumë të vërtet, po sa është ashtu, vajet se po të shofin tjerët në çdo lloj prizmi, ne gjithë kemi probleme, gjithë kemi ato momentet e saktume, në rrethanat e saktume, ku bëjmë diçka që tjetër po të di, tamam, nuk na quajnë komplet ndershëm, nuk na quajnë komplet të drejtë, nuk na quajnë komplet vërtet, edhe pse ne justifikojmë veprimin tonë dhe mendojmë ashtu, sikur se justifikojmë sepse edhe ne kemi të drejtë, po edhe bota ka të drejtë. Çdo kush në këtë botë që bën diçka e bën nga një hall i mërimshëm, nga një nevojë e mërimshme, edhe halli dhe nevoja e mulon atë të keqen, e mulon më të mirë se e vesh më të mirën. Për shembull, kur ti kalojmë një kafsh që shkon
edhe vrap të kapi gjahun, e lodhë të rëpitet, për shembull Luani atje mes atyre bufalëve që ata i bashkohen grupet dhe duan të çajnë, ajo po bën çmos me kapet e viçin e vogël, edhe ta bjerë tek opeja ke fëmijët e vegjël edhe ke Luani mashkull. Po bën një sakrificë që është zakonshme për moshit veçlit. Është një bambërsi e madhe. Me po bën një krim shtazarak të lopët të viçi. Pra, në vetvete Luani s'ka bë krim, ose Luanesha. Përkundërzi, mendon që po bën një akt heroik edhe një akt hinor, një akt për të shqyt veçlit, një akt të trashëgueshëm, të dërueshëm obligimi e ku të diun. Pra, çdo lloj veprimi nga çfarë lloj kanë vështrimi, si të thosh, nuk është i njëjtë, nuk është i një llojit. Për shembull, unë do ta merrja Almajrën në Palmirën çdo kohë, po të kisha mundësin, edhe të kisha kohën, do ta merrja jashtë për një dreka, për një darkë, ku ta di unë se kam pas kohë. Mirë, po nuk shkoje për këtë dje. Unë shkoje se unë kam gjyqin tashti, edhe nuk kam as një lloj dëshmitari për në gjyq. Edhe dëshmitaret, edhe po të kema ajo shkon atje në kazina dhe do të më tradhtojnë, nuk do të thotë vërtetën mase, që mos të dali kundër atyre ku shkon edhe lodh çdo natë, fjala vjen dhe mund të ketë nevojën atyre. Fjala vjen. E dyta, mund të jetë një gjë tjetër. Në gjyqja e mund mos vi, thotë pse të shkoj në gjyqun? Edhe duhet, edhe po erdhe ti s'ke dëshmitar. Pse thotë të shkoj në gjyqun? Samio për shembull mund fitoj, do fitoj ca pare, edhe unë do të bëhem armike i thanë, armike me këto të kazinos. Pse duhet të bëj këta? Ose Samio mund mos fitoj fare, pse shkoj prishëm. Kështu që ti je i dhrumë, ne e quajmë sapina. Sapina është një urdhër që ti e përgatitet dhe shkon gjykat. Edhe thuj gjykatës, unë du që ju të vullosin këtë urdhëres, që të paraqitet si dëshmitar në gjyq. Do të ketë një term në shqip, unë nuk e di, këtu e quajmë sapina, unë pa përkthej si urdhër gjykate. Pra, unë du që tash të marr një sapina, të marr një urdhër nga gjykata, që ta urdhëroj këtë mikeshën time, që e kam mike. E kam mike se nuk mund të besoj njeriu që ja të jep fjalën dhe s'vjen atë dite. Pra unë du të marrë një urdhëres, sapina e thonë, të firmosme të vullosme nga gjykata, që me datën 10 korrik, për shembull në orën kaq aq, të paraqitet në gjyq edhe t'ja çoj me sherif, me kështu me policë atje, ke shtëpia. Pra sa më gjoka, shoqës vet, mikës vet, do t'i shoj një urdhëres me policë të shtëpia, se nuk lejohesh t'ja çosh ti vet urdhëresën, edhe Marylandi nuk lejon t'ja çosh me post, po me post ajo nuk e dëshmitar, se po ta shohin shumë veta, zëzakët nuk e nënshkrujnë ata, se duhet hesh firmën, nuk shkojnë ta marrin, edhe po se ka marr, nuk është detyruar me shku në gjyq edhe se nuk e di për çfarë është në gjyq. Pra, unë nuk e di ku ajo jetonte, edhe që të bëj unë këtë urdhëresën gati për gjykatën, unë duhet di adresën se ku jeton ai person, që policia, sherif e quajmë ne, ose ato që t'i paguajnë privat, ata që të shkojnë edhe ta çojnë, ta gjejnë, t'ia japin këtë urdhëresën, që të detyrohet ajo të vjerë në gjyq. E ditë edhe ta kemë si dëshmitar. Edhe po të mos doj ta detyrojnë pastaj thotë, po ata prapë mund të tradhtojnë, thonë të kundërtën. I thuti, a ke qenë ti ditë atje në kazina kur mund zorën jashtë, tha se s'kam qenë. E s'ke zhbandi, s'mund të detyrosh. Qose tha jo, ti s'mund të argumentosh, edhe gjykatësi thotë, faleminderit ti dëshmitare që ke ardhur, po ti e excuse se ti s'ke qenë atje, ti s'ke pa faktin, ose ti s'e men faktin, hik në shtëpi. Nuk ka rëndësi unë du ta sill. E që ta sillin gjyq mu deshte adresa, e që ti merri adresën mu deshte të kom gull
që unë duhet të shkoj të marrë ata për darga për drejke shtëpia, edhe dalim edhe të shkojmë klozim si në kohët e vjetra, edhe me qenë se të hikim në kazino 3, da qojnë kazino largë, se s'kishte kuptim të ju afër vite vetë për makina vetë, do të marrë se s'do të hargjosh edhe t'i japim 2 makina, edhe gjitha kjo mesele ka qenë e pa vërtet, e pa sinqert, e pa drejt, por nga halli, natyrisht, unë kam justifikim, se bën nga halli se njerëzit të binë hashe nuk të din, ose të dyshon që mund të rrethoj minutën e fundit çfarë do që të jetë, si do që të vërtitesh. Ajo që unë e mora mërën Almirën për dargë dhe shkum kazino, edhe ajo s'pati lek me lujt, edhe thash ne do luj me lekët e mi, që të fitojmë të ndanë për gjysëm, se sot është dita jote të ka marrën ty me vete. Edhe nuk mori shumë, pa aty $100, se 200 fitun dhe gjithsej, 5 milion edhe 10 me makine, humë cakje, edhe qovën shpi. E gjitha ishte që në të merja adresën e Almajrës, që të kemë sëpinën dhe e kam po gati kur jam këthy, për të shku dhe për të qunë gjukat javën tjetër, që të firmosi gjukata dhe të vullosi gjukata, edhe t'ja policëve, edhe mas 1 javë, 2 javë, të qëj sëpinën Almirës, ke shpia që do thotë Almira, por ti më maskarati për ne pësarë ke shpia, me marë më për dargë për drejtë, më thuj pëse kom gullti me kash, si thonë, pëse kom gull me kash, pëse ngull kom, që e ka jo, pëse ngull kom, që të marrësh, ti s'pas ke qenë se pas ke dashmë. Unë natyrisht do e them sa e din ajo që i kam thonë që do të vish edhe do të dëshmosh, unë natyrisht do e them që është ligji që të më lejohet që të veti në tavolinën në dëshmitarit, unë duhet e kemë lajmëruar gjykatën që përpara Almirës, do thotë që ti vika për mua dhe nuk bosh e besueshme. Pra, unë duhet të paraqes ty Almara në gjyq që ti edhe nëse ke dash të vish sepse më kemë një shok e mik, ti ka ardhur se të kanë të tëruan. Po edhe kjo që do them unë, prap, do ta shikosh thellë, tregon jo sinqeritet, tregon jo njëri i pastër komplet 100% Sophie Gold, por tregon që ke raca gjona jo shumë si tjerta, jo shumë dërshme, jo shumë të drejta, pra pavarësisht se justifikon. Pra çfarë duhet të them, që ne nuk i shohim të metat e tona, ne nuk i shohim ato ku ne kemi probleme, ato pjesët tona ku nuk janë komplet të ndershme, ato pjesët tona ku nuk janë komplet të vërteta. Edhe kjo pastaj të çon atë kur ne do t'ikim nga kjo botë. E zem që vazhdon t'jetë një lloj tjetër dimensioni, sikur se kanë mendu njerëz shumë të mençëm, edhe më pak të mençëm se sa Sami Gjoka, pra Parajsa ose Ferri. Çfarë do jemi ne atje? Me qoftë të gjithë ne kemi edhe veprime jo të sinqerta të ndershme, nuk përshpun justifikimi, çdo njeri justifikon ato, edhe veprime të mira të ndershme. Unë vetë e du miq të shokët e mi, siç do dhe Almirën, por përgatitem që ajo mos ma lejmë në pushkën në faqe ditën e fundit, edhe shkatrohem çdo gjë, edhe përpoj diçka që asaj nuk i krijon dëm. Ajo më kishte dhënë fjalën që do vi, unë siguroj që e vjen. Ajo më kishte dhënë fjalën do vi, unë siguroj që e vjen. Por metodat që unë kanë ndjek, strategjitë që unë kanë ndjek, nuk janë komplet të ndershme të sinqerta për ata, janë të detyrueshme për mua. Edhe unë po shikoja një ditë një video për këta që flisin, interpretonin Kuranin edhe Ferrin, edhe Parajsën. Edhe më kujtu që kur atje nga vion nga Shqipëria jonë, edhe nga fshatrat e zonët nga vion nga zona Shjakut,
e fshati nga Vdiun, në fshati Manzës, ato pleqt e plakat që mu ma kanë tërgu se çdo çash Kurani, çash feri atje xhenem e thonë, ku të shkosh, ata ma kanë tërgu se unë s'kam shku atëherë në xhami, se s'kishim xhami, unë s'kam lexu Kur'an kur ishe vogël, se s'kishim Kur'an edhe si thot Ismail Kadare, që s'është po s'erdhen me femini nuk vinë më kur, edhe unë librat e fesë ndoshta po s'erdhen me femini, sado që ti të lexosh, sado që ti përkushtohesh, ti nuk e krijon atë bindje që do të krijoje si fëmijë. Ato më kanë thënë, ato pleqt e plakat më të rriturit me të cilët unë kanë nejtë, që njeriu që bën keq në këtë botë, shkon në ferr, shkon në xhenem. Ai që bën mirë në këtë botë, shkon në parajs, shkon në xhenet. Dakor deri këtu. Mirë po ajo që më kanë thënë dhe më kanë gjatë gjithë jetën, edhe sot, që mendoj që jam pak si thonë, se gjeje prapë dhe fjallën i mençëm, nuk mund të thush se njeriu është i mençëm pa dije. Ka njerëz shumë të ditur, po s'janë të mençëm, ka njerëz shumë të mençur prej natyre, po s'janë të ditur, nuk kanë dituri, nuk din asgjë as nga Einsteini, as nga Isaac Newton, as nga Arkimedi, nuk din asgjë as nga Pascali, ku të diun, por janë të mençëm nga natyra. Për shembull, din se si sillen me njerëzit, din ku të thonë, si të thonë, si mos të thonë fjallën, por ka njerëz që din shumë dhe thonë budolli që ku s'duan thonë. E kështu që mençuria dhe doktoria, po tash që kam këta deshat, e gjeta, tash që mendoj që kam përfitu pak më shumë detyri se sa kam pas pak më parë, dhe akoma mendoj që jam në atë stadin, në atë periudhën ku njeriu akoma mbledh akumulon detyri dhe akoma është në gjendje ta ketë atë në dispozicion, se do vjen koha më vonë që i di pas do di ti i humbin në për ata labirintët të trurit, edhe heri kujtoni haran. Unë besoj që akoma e kam atë, unë mendoj se akoma e kam atë aftësinë dhe mundësinë që të mundem jo vetëm ta menaxhoj atë detyrinë që kam grumbullu, por që ta di ta shfrytëzoj në të mirën e arsyes se ku do di unë mendoj unë. Edhe deri në këtë stad ku kam arritur, prap nuk kam qenë i bind me këtë ferrin 100% siç ma kanë shpjegu në Shqipëri pleqt e plakat, njerëzit me të cilët unë kam pas kontakt, që ai që shkon në ferr, mbetet në ferr për jetëve. Kjo mos më gjante tamam, asnjëherë. Edhe thoje si ka mundësi që edhe këtu në tokë të dënojnë, të japin dënimin me burg në bazë të krimit që ke bëu. Por në atje kur të shkosh atje, ai që është krijuesi gjithçkaje, edhe më i mëshirueshmi nga çdo gjë, si ai të çoka për gjithë jetën, për gjithmonë në ferr, edhe jo për një periudhë. Edhe pasaj kur po dëgjoja një ditë një video, edhe ishte një arab, natyrisht që flisë anglisht po mrekulli, unë befasova kur tha interpretimet e tij të Kuranit, qofsa ai interpretonte korrekt, 1%, ta quaj që interpretonte korrekt, ai tha që të gjithë ata që shkojnë në ferr, nuk kanë një kohë të njëjtë qëndrimi apo dënimin ferr, po në bazë të gjunafeve që kanë bë, aq kohë rrin atje. Edhe secili mas i lanë gjunafet, vjen në parajs, i hapet dera parajsës, edhe kush më parë, kush më vonë, po të gjitha kthehen një ditë, të gjitha, por ata do kenë tha një shenjë, ata të ferrit, ata që vinë nga ferri, që do dallohen, që kanë kalu, kanë qenë një herë në ferr, por të gjithë vinë parajs. Kjo është lehtësuese dhe kjo është diçka fantastike për ata që besojnë, por edhe po të jetë vërtet, për arsye se nuk ishte drejt, nuk është drejt
që për një gabim që ti ke bo. Edhe ke bo për të mirën tate, për të mirën e fëmijëve tuaj, për të mirën e familjes sate, ose edhe për të mirën e kombit tat. Siç mund ke bo krime greke kundër shqiptarëve në Çamëri apo serbët kundër shqiptarëve në Sanxhak. Pra, edhe kur bën krime të tilla, ata për kombin e vet janë herojnë. Ata kanë, pra, sido që tjetë, kushdo që tjetë, çfarëdo që tjetë, sado që është e pafalshme, e lik për një grup njerëzish, është e admirueshme dhe hinore për një grup tjetër. Edhe kështu që si mundet njeriu të rritjet për të shkojë për gjithmonë ferë, nuk do shkoj. Kjo unë du të që t'i jap lehtësime vetësime për gabimet dhe çka mund të kem bo vetë që s'janë të denja për njëri që ka logjikën dhe arsyeën të boj, mirë për ne gjithë jemi të dërumë dhe kemi ata, kemi arsyet të tonë pse i bëjmë, edhe pra që të jemi të sigur që ne nuk jemi aq të kullume, aq të pasër sa që majmë veten, edhe vim gjithë me një barë më katësh në përkomë dhe hecim gjithë për mbi kunja varrish në këtë botë. Është thoshte i madh kur vdiq një person para se të vdiste, se thash ecim për mbi kunja varri. Unë e patëm në kuptimin e brëngëve, dhimbjeve. Çdo njeri çdo ditë ka disa rrath të padukshëm që e lidhin ato rrathet. Për shembull, një rreth mund të lidhi me Sir Ghiselin Mans, një tjetër me vllajën tim nga një gjokën në Washington, një tjetër me kushurin tim Bedri Gjoka në Itali, një tjetër me gjajën tim Fadil Gjoka në Manës. Janë rrath. Me disa rrath ti ke pace, me disa rrath të tjerë ti ke dhimbje, ke brenga, me disa rrath ti më kesh qefje prishje, me disa rrath të tjerë që lidhesh me një person tjetër ti mund të kesh një urrëtie. Pra janë rrath, një mozaik me miliarda e miliarda lidhjesh që vetëm ti ke, edhe me objekte, me sende, me një mal, me një rrugic, me një kaldram, me një themel trulli që s'është mo po që ka qenë, po është në kujtesën tate ku ke bo diçka. Pra ti ke jeta jote, ka aq lidhje, me aq sendet pa jetë dhe edhe qenje me jetë, sa ti s'mund të imagjinosh. Qoftë edhe me një karem që e ke marrë nga toka dikur dhe e ke vuar ty ke grepi peshkut dhe ke gjujt për peshk. Qoftë edhe një kilo ulli për shembull që ja kanë vjedhën për shembull një gruje në fshat kur isha Kalamon, ja vodha një aja fshehu atje me thes, ajo po vjedhte nga kooperativa, e fshehu ato thesin diku, shkova e mora unë, e çova në shtëpi, edhe i tregova nanës që kështu, baba i më dëgjoi, erdhi, edhe kujtoha se do të më rafi, tha mere këtë thesla, do shkosh ke shtëpia tushës, tushe kishte ajo, edhe do të leshe tjetë dera e saj dhe po se do vish në shtëpi dhe shkova e çova unë. Po janë gjithë këto, ose për shembull Nuni Goga, unë për shkoje na uni ka qenë drejtori i pallatit të kulturës së Sukthit. Edhe unë atëherë shkuja vjesha, vija vonë nga Tirana, s'kishte autobus, vinte një autobus në dimër në orën 9, që çonte minatorët në dimër 9 ishte ftohtë, dhe akull atje edhe vonë Sukth, edhe ai më jepte çelësin e pallatit kulturës, edhe rria atje të zyra e Nunit sipër. Më kujtohet kur do arratisesha unë, edhe po ikja për Pogradec, do shkoja me në kamp, Nuni më jep një palë syze, thot vetë syzët, djeli syzë, ishën të varfër në atëherë, unë isha mësus, po sa isha po mësus, sa isha edhe mora syzët, po unë arratisa, mi për unë kisha një lidhe që më vriste shpirtin, që kisha marrë syzët e Nunit nuk ja ktheva, edhe kur u bona me ca lek, këtu edhe u hapen ato ambasadet, unë i qoj babës sa pare,
edhe them këto lek do të shkosh në Sukth e dita që është nunit të Pallati i Kulturës, si kam marrë një palë syze kur kam ikë edhe si kam qu, edhe i qoj dhe një palë syze babës që qonte në unit. Edhe shkon baba atje, në uni, për fatkeq në uni për ju që keni qef muzikën, ka bëhet e këngën që kënan luan qega det i bukur det, ka tekstin e kësaj kënge. Edhe kanë qenë të dy marinar, e bën nuni këta, nuni mrekullueshëm. E nuni kishte vdek, unë kam lidhje rrethanore edhe me vdekjen e nunit, edhe me veprimin e Timati që shkoi atje, siç keni ju me qindra gjana. Mirë po të sa janë, në të gjitha ne e shohim vetëm të përkrym. Ne e shohim vetëm të përkrym në të gjitha rrethet, por jo të tjerët, ata që janë këndin tjetër të rrethit, me të cilën të lidhesh, ato ca të shohin të arsyeshëm, ca deri diku, sa jo shumë të mirë, sa jo shumë të këndshëm. Kjo është bota ku jemi ne. Edhe kur ne, pra, të mos jemi në këtë botë, edhe kur të jemi në botën tjetër, edhe në qoftë se bota tjetër mund tjetë, po kjo, lindim prap në këtë dhe në formë të tjera, edhe në qoftë se është parajs lindim në jetë qetë, në jetë mrekullueshme, e në qoftë është ferë, lindim në jetë ku do vëllim si qenë, do vëritemi në për luftra, do në torturojnë në për burgje, se shumë kanë torturu mund Beograd për rreth afër 40 ditë që më rriftin çdo ditë çdo natë me ato shkapin të gomëve. Pra nuk dihet, kjo mund t'jetë parajs, ose mund t'jetë parajs e vërtet një dimension tjetër. Por çfarëdo që t'jetë, me të gjithë kemi borxhe për t'la, edhe nuk do t'jemi të përjetshëm e të përhershëm në ferrën qose do ketë ferë, por në bazë të atyre që kemi bo, do të paguajmë aq sa kemi borxh me pagujt, por mos të rejmë me njëri në këtë botë, sa është i përkrym, i pastër, i ndershëm, për arsye se po ti shkosh ti pak, shikosh mrapa këtë jeta jote, këto që thashën rrath, individ veçantë, qoftë dhe të njerëzit më të afërt të familjes apo parafisit, ti ke bëj gjona që mund të kishe bëj më mirë, ke bëj gjona që s'du t'i kishe bëj aq keq, nuk e dhonët ndihmë kur të është pas nevoje për ndihmë dhe ke pas mundësin, ke pas arsye, çdo gjë ka arsye, por që krijojnë ato njollat, ato ndryshjet, ato që nuk je komplet qelibar, sa mi gjoka ju për shnet.